Ne zonjë jemi vendi i dytë në Europë për sasinë e ujit për banor. Energji hidrike. Kemi 1300 metër kub ujë të pishëm në sekond që del nga toka jonë. E dini sa janë të barabarta? Për të mbajtur 300 milion banor njerëz me ujë të pishëm. Gjysmë në Europë. Dhe ne nuk kemi ujë të pishëm në shtëpitë tona. Ne sot që flasim, kemi fushën e dytë më të madhe aktive të naftës në Europën kontinentale. Dhe ne sot kemi çmimin më të lartë të naftës në botë dhe në Europë, nga më të lartat. Në tokën tonë, sot që flasim, janë të zbuluara që mund të nxirren me këtë teknologjinë e vjetër që kemi ne, 200 milion fuqi naftë. Dhe dini sa është rezerva që mund të gjendet, që presupozohet që është, por ne nuk e nxjerrim dot me teknologjinë që kemi. Nga 1 miliard fuqi deri në 6 miliard fuqi. Pra ne kemi sot 200 milion fuqi, 200 milion fuqi gjendje, dhe potencialisht nga 1 miliard dhe në 6 miliard në varësi të shpimeve që bëhen dhe që mund të gjenden. Kjo është Shqipëria dhe doni t'u them një fakt tronditës. Ne, vendi që nuk ka zyrtarisht asnjë pëmë shkretëtirë, kemi importuar në 10 vitet e fundit bar nga Maqedonia e Veriut. Sa, të lutem? Bar. Kasht. E të mërshme.